Gjatë një inspektimit të bërë nga drejtoria e AKU në Lezhë, rezulton që ka një përmirësim të dukshëm të kushteve higjieno-sanitare. Gjobat e vendosura gjatë vitit 2016 kanë dhënë efektin e tyre, duke bërë që kjo situatë të shkojë drejt normalizimit. Sipas drejtorit të AKU-s Lezhë, Lekprendi, gjatë vitit 2016 janë gjërpitur 102 subjekte, të cilat kanë pasur problem sa i përket kushteve që po traktonin produktet shtatëzore. Situata në njësitë e tregtimit të mishit freskët që janë të licencuara zbatojnë të gjitha kriteret sipas legjislacionit sigurisë ushqimore në lidhje me transport, me kryerjen e veprimeve thertore, transportin, tregtimin deri te konsumatori i fundit. Masa administrative janë marrë 102 masa administrative, të cilat tregojnë për gjithë ato tregtarët të mishit freskët, por edhe të produkteve të tjera me origjinë shtatëzore, të cilat nuk janë parafruar kushtet sipas kërkesave që ka legjislacioni për sigurinë ushqimore. Kemi të garantuar sigurinë ushqimore sepse këtë e bazojmë mbi bazën e kontrolleve, dokumentacionit dhe historikut për secilin operator biznesi i cili ushtron veprimtarinë në fushën e tregtimit të ushqimit. Problematike mbeten tregjet informale që nuk kanë adresa fikse dhe janë përgjegjësi e pushtetit vendor.